Në aktivitetin Identitetin në Telajo, maturantët e shkollës artistike Onufri në Elbasan prezantuan kompozime të ndryshme pikture dhe skulpture, të cilat pasqyrojnë lidhjen e tyre me traditën dhe trashëgiminë kulturore. Prezantohem në gjithë këto piktura deri në rreshtin e fundit. Diplomat kam 2. Kjo që është me violoncel, edhe tekstili që e kam bërë me kopsa, me fije, me shirita edhe me copë. Që e vogël, që shumë dëshirë të pikturoja. Atëherë ishte një dëshirë shumë e zjarë për mua dhe hera në shkollën e mesme dhe e ndoqa dëshirën time. Jam nxënëse e shkollës Onufri në vit të fundit. Pasioni për artin ka lindur që e vogël në moshën 3 vjeçare, derisa vazhdoi duke vazhduar këtu në Elbasan. Mësuesi i skulpturës Vladimir Caridha theksoi kënaqësinë nga puna e nxënësve dhe rikthimin e një berezi të ri që punon fort për suksesin. Sot është data që mbrojnë diplomën nxënësit në këtë klasë. Janë 4 vajza të pikturës dhe një vajzë dhe 2 vajza dhe 2 djemë të skulpturës. I kemi ndarë si mas nxënësit dhe përfaqësohet me punën vjetore, të cilën ka një portret të padiskutuar dhe një kompozim. Në pikturë ka dhe peizazhe, ka kompozime, ka tekstil. Në skulpturë kemi bocete të cilat shprehin mendime të ndryshme. Shkolla Onufri vazhdon të njihet si një vatër talentesh në qytetin e Elbasanit, fal punës së palodhur të stafit pedagogjik.